i Parlamentit Evropian në grupin e vëzhgimit për këto zgjedhje, unë do ta dëgjojmë pak sepse ishte vetëm disa orë pas përfundimit të procesit zgjedhor, çfarë deklaroi dhe më pas kthehemi në studio. Treshin, më ndihmoni pak? Përveç kësaj, ne theksojmë se disa bashkëbisedues ngritën shqetësime të shpërdorimit të burimeve shtetërore, përdorimin e skemës së pensioneve në minutë të fundit, apo faljen e gjobave. Disa nga bashkëbiseduesit tanë kanë raportuar gjithashtu edhe shqetësime në lidhje me shitblerjen e votave, apo presionin ndaj zgjedhësve. Rekomandimet, këto të fundit dhe të tjera që do vinë nga Parlamenti Evropian, absolutisht që do sugjeroja që aktorët e interesuar këtu dhe shpresoj të ketë dhe konsensus të gjerë mes partive politike në parlament pra për përmirësimin e procesit zgjedhor. Ky vend nuk do të futet në Bashkimin Evropian kështu siç është sot. Po të dëgjoj këtë deklaratë në këtë suaz dhe me interpretimin që i bën Genci asaj që lexon, duket se dhe kjo është në përvijim. Pra, deri në pasjen e një certifikimi të plot nga ato që janë organizmat kryesor. Ndërkohë që janë duke u zhvilluar denoncimet pafundme në SPAK këtë gjë, ti e sheh si përvijim të kësaj logjike deklaratën dhe reagimin e ambasadës amerikane? Shkëra dhe Gonzalo kishte një deklaratë sot. Do ta ndjekim dhe atë. Që ishte zyrtare dhe që fliste për një reformë zgjedhore konsensuale. Po. Pavarësisht se sa e plot ishte dhe sa i reflektonte ajo problemin e zgjedhjeve. Po. A ishte larg se qeni një urimi për zgjedhje dhe një konfirmimi për procesin zgjedhor. Për shembull, duhet t'ju kujtoj në rastin e qëndrimit të amerikanëve, jo Saul Belizen, por një shembull shumë i afërt është Rumania. Po. Ku kandidati i djathtë, i qendrës i djathtës ekstreme madje, u mbështet nga shtëpia e bardhë dhe hubi zgjedhjet. Në pak ditë më parë, të martën, 21 maj, ambasada amerikane, 2 ditë pas zgjedhjeve, bëri një deklaratë shumë të ftohtë ndaj fituesit. Po. Por e uroi fituesin me emër për fitore. Po, e vërtetë është. E uroi për fitoren dhe deklaroi që ne presim të vazhdojmë bashkëpunimin me juve për çështjet tona prioritare. Në këtë deklaratë të sotme, që është shumë e vonuar për Shqipërinë, jo vetëm që mungon një urim për fituesin, por mungon gjithçka që duhet të jetë mes dy qeverive. Pra, një qeveri që fton tjetrën për të vazhduar të punojnë bashkëpunojnë e tjera. Partneriteti është lënë. Pra është një komunikim vetëm me popullin shqiptar dhe jo me qeverinë shqiptare. Kështu që kjo është shumë larg asaj që ndodhi në Rumani, shumë larg të qenit një konfirmim për zgjedhjet të cilën Rama besoi që po e vuan shumë, po e pret me padurim. Po edhe për shkak të traditës dhe përvojës së viteve të fundit se si reagonte kjo. Po e presim me padurim për të marrë vesh se çfarë qëndrimi kanë. Jemi ne që po shikojmë një farsë elektorale e cila ka dhënë rezultat, apo ka dhe të tjerë, ka dhe vëzhgustuaj, për vëzhgustat huaj, ka dhe zyra kancelarit huaj, qeverit huaj që e kanë marrë të informacion, e kanë marrë si duhet, dhe ndoshta mund të reflektojnë, mund të ndryshojnë qëndrimet e tyre në bazë këtij informacioni. Kështu që me ato që kemi parë deri tani, duke llogaritur qëndrimin e dy ambasadave, sepse ne jemi mësuar vazhdimisht që qëndrimet zyrtare të jepen nga ambasada amerikane për Shtetet Bashkuara dhe nga delegacioni evropian për Bashkimin Evropian. Të dyja qëndrimet janë shumë dyshuese, po themi shumë skeptike për procesin zgjedhor. Pra nuk e kanë konfirmuar. Komisioni Evropian edhe s'kemi një deklaratë zyrtare, domethënë ka një deklaratë në nuk kemi asnjë deklaratë zyrtare, kemi dy deklarata, një deklaratë e von der Leyen, po që nuk është zyrtare, nuk është një deklaratë. Na krijua një ide se të gjithë e njohën zgjedhjet, të gjithë e përshëndeten Edi Ramën në mbledhjen e komunitetit politik evropian që u bën në Tiranë. Ato ishin jo formale, kuptohet, sepse nuk ishin deklaratë zyrtare. Rama s'kishte rol aty, Rama mazhordom ishte aty, nuk. Mazhordom, por ata secili në fjalën e vet sapo filloi fjalën e uroi për fitoren e zgjedhjeve. Ne morëm këtë si një qendrim zyrtar të Bashkimit Evropian. Po. Deklarata sot me Gonzalos, pavarësisht se ishte mos kuptuese për atë që ka ndodhur në zgjedhje, sepse nuk është çështje e kodit zgjedhor këtu. Këtu është çështja e zbatimit të ligjit, si do të jetë ai ligj. Pavarësisht deformimit që sjell edhe sistemi, kodi këtu me rast. Sa e prekte ai vërtet. Po. Tregonte këtë që ata nuk kanë besim tek procesi zgjedhor, nuk e kanë kualifikuar këtë si një proces zgjedhor
pranueshëm për Bashkimin Evropian. Ju pat grupin e vëzhguesve të Parlamentit Evropian. Ja, dirigenci. Të njëjtën gjë ka bërë OSBE-u ditë që ka vëzhgues shumë profesionistë dhe politik që kanë një raport akoma të keq si këta, dhe sot kemi pastaj qëndrimet zyrtare të dyja po themi pjesëve të perandorisë perëndimore që janë skeptike ndaj procesit zgjedhor. Po jap vetëm pak deklaratën e Gonzatos, së cilës ju referua Abileka vetëm pak më parë, 4. Ndërkohë që përmendjen dhe çështje si përdorimi i burimeve publike, por administrimi i zgjedhjeve është përgëzuar nga raporti OSBE-Audirit, ndaj po e theksoi që kjo është diçka e cila duhet trajtuar nëpërmjet një reforme gjithëpërfshirëse në të ardhmen. Dua të vlerësoj Komisioni Qendror të Zgjedhjeve për punën që ata kanë bërë, Prokurorinë e Përgjithshme SPAK, që do të thosha se ka qenë një bashkëpunim ekzemplar.